Historiku negativ në shlyerjen e kredive dhe frika për mungesë të ardhurash për të kthyer huat e reja ka bërë që bankat në Shqipëri të refuzojnë 30% të aplikimeve për kredi të bëra gjatë gjysmës së parë të këtij viti. Në total në këtë periudhë të vitit, bankat kanë marrë në shqyrtim mbi 73.000 aplikime, nga të cilat 8% i përkasin bizneseve dhe 92% individëve. Banka e Shqipërisë thotë se ulën aplikimet për kredi të reja me 2.6%, por nga ana tjetër ushtuan ndjeshëm refuzimet nga bankat, të cilat po tregojnë më të kujdesshme në kredidhënie. Janë rreth 22.000 kërkesa të refuzuara nga bankat, me rritje prej 5.1% në raport me të njëjtin 6 mujor të vitit 2024. Më strikte në kredidhënie thuhet në raport janë bankat me kapital të huaj, të cilat refuzuan 40% e aplikimeve për kredi që kanë bërë individët pranë tyre, ndërsa bankat vendase refuzuan vetëm 18%. Tek bizneset, bankat e huaja refuzuan 20% e aplikimeve për kredi, ndërsa ato vendase vetëm 5% të kërkesave, sidomos tek grupi i supermarketeve të vogla e të mesme. Në 6 muaj bankat dhanë në total 2 miliardë euro kredi, 12% më shumë se e njëjta periudhë vjet, dhe gjithëritja ka ardhur për shkak të vlerës së lartë të huas që kanë marrë individët, kryesisht për blerje banese. Edhe kredia për biznese u rrit në raport me vjet, kryesisht për kapital qarkullues, por edhe për blerje pajisjesh apo pasurish të paluajtshme.